Siç ishte paralajmëruar, ka nisur protesta e Shqipëria bëhet para kryeministrisë, ku kërkon largimin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Një nga emrat më kryesor të kësaj proteste ka qenë aktori Genti Kame, i cili gjatë fjalimit u ka bërë thirrje publikisht të gjithë profesionistëve të këtij vendi të reagojnë përballë asaj që ai e cilëson si një sistem të kapur dhe të kalbur nga maskarejt, arsimtar. Flisni se po nuk folët ju, do të dëgjohet rrugaçëria në këtë vend. Ushtarak, polic, keni bërë një betim për ta mbrojtur këtë vend. Flisni se po nuk folët ju, do flasin tradhtarët, inxhinier, njerëz që e keni ndërtuar këtë vend. Flisni se po nuk folët ju, do ta shkatrojnë këtë vend. Agronom, bujq, zooteknik. Flisni, ngrini zërin, se po nuk folët ju, do ta thajnë këtë tokë. Njerëz të profesioneve intelektual, flisni se po nuk folët ju, po nuk folët ju në shesh. Në ato zyra do të futen maskarejt, deklaroi ai. Më pas foli kreu i lëvizjes Adriatik Lapaj, i cili akuzoi qeverinë për mashtrime dhe dështim të plot. Ai përmendi dhe aksionin e SBA-s në Venezuelë. Mëngjesin e sotëm, kreu i kësaj partie Adriatik Lapaj ka bërë një reagim në rrjetet sociale, ku shkruante, duke u bërë gati në 12 përballë hajdutëve te kryeministria. Ju pres, Lapaj vijon qendresën e tij pa ndërprerje poshtë zyrës së kryeministrit Edi Rama, që prej datës 8 dhjetor. Ai është shprehur se nuk proteston si politikan apo përfaqësues i një partie, por si një qytetar i thjeshtë. Gjithashtu, ai u ka bërë thirrje për bashkime dhe partive të tjera opozitare, me kushtin që të protestojnë pa logo. Kjo protestë vjen pas asaj që u mbajt më 20 dhjetor, ku qindra e qytetarë ju përgjigjen thirrjes së Lapajt. Ai u shpreh dje ndër të tjera se qeveria e Ramës ka lënë shqiptarët pa ilaçe jetike, duke kthyer shëndetësi në privilegj për ata që paguajnë. Për shkak të protestës së lajmëruar nga Lapaj, që nisi sot në 12 përpara kryeministrisë, policia e Tiranës ka hartuar një plan masash lidhur me mbarvajtjen e qarkullimit rrugor. Nga ora 11 deri në përfundim të tubimit, do të ketë kufizim të qarkullimit në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në segmentin nga ura e Dajtit deri te kryqëzimi me rrugën Ismail Qemali. Në varësi të zhvillimit të tubimit, mund të ketë kufizime të qarkullimit të automjeteve edhe në akse të tjera rrugore.